Llogaritje mandatër se si parlamenti i ardhshëm do të ndahet sipas verdiktit të 11 majit. Partia Socialiste udhëheq me votë totale, me votë popullore në rang vendi kundrejt Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Do të shkojmë ndërkohë tek të dhënat nga qarqe të ndryshme, tek bashkitë të tjera, për të kuptuar se si është situata, procesi i numërimit, çfarë ka ndodhur gjatë natës, apo vijon pretendime të palve, apo situata ndoshta të tensionuara, për të kuptuar se si është në ndjes në Berat, në Krujë dhe në Korçë procesi i numërimit. Do të shkoj tek kolegët e mi tani në lidhje të drejtë për drejta me Mimoza Sinanaj, Julian Shotën dhe Armand Braun, për të kuptuar fillimisht në Berat çfarë ndodh. Mimoza, mirëmëngjes, përshëndes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Në Berat, nga 275 kuti, janë numëruar 105 kuti. Nga këto, PD ASHM, e kemi me shifrën 7.387, e këtyre në përqindje 29.8%. Pësë 14.670, e këtyre në përqindje 59.18%. Ndërsa partitë e tjera, ose koalicionet e tjera, janë bashk 263, e këtyre në përqindje 1.04%, LA 37, 0.25%, KEA 169, 0.68%, NISMA 38, 0.6%, Mundësia 435, 1.75%. Nga kontaktimet tona me Kuçovën, por nuk i kemi të përditësuar me shifra, janë numëruar rreth 8 kuti, ndërsa Skrapari rreth 12 kuti, por 20 kuti, por edhe këte nuk e kemi të përditësuar me shifra. Ndërkohë mesa, do më thënë, në këtë momente, jemi në njësin në Këzazën 66, që është e njësive të Berati, dhe janë duke unë numëruar edhe 3 kuti të tjera, nuk shikoj. Por do ju njoftojmë së shpejti për të marrë përditësimet e qarqeve dhe rretheve të tjera, të cilat kanë filluar t'i numërojnë, po mbrëm ka qenë shumë me apa të ngadalë, ndërsa në mëngjes janë ngritur edhe një çik më të, si thuash, në angazhime dhe më për të numëruar sa më shpejt. Mimoza, në qendër ku ndodhesh ti, vijon procesi shoh zyrtar të komisionit, mos gaboj që po lëvizin, na le të kuptoj që procesi nuk po vijon, pra nuk po zhvillohet numërim, apo jo? Janë, sa po ndëruan grupet, faktikisht ata që ishin të natës dhe erdhën këta të ditës së sotme, dhe janë duke u vendosur në këto momente në për Tryeza. Falenderoj për përditësimin, shifrat që përcolle nga Berati kisha Mimoza Sinanaj.